Kryeministri Edi Rama mblodhi sot operatorët e sektorit ushqimor në vend dhe e cilësoi sigurinë ushqimore si një nga sfidat më të vështira të procesit të integrimit në Bashkimin Evropian. Gjatë këtij takimi të gjerë, ai kërkoi modernizimin e laboratorëve dhe shërbimit veterinar, duke kritikuar kontrollet e befasishme të inspektorëve. Rama paralajmëroi se integrimi në BE është një thik me dy presa, që sjell mundësi për bizneset e përgatitura, por edhe rrezik mbyllje për ato që nuk përmbushin standardet. Sipas tij, rreth 900 subjekte në bujqësi dhe sigurinë ushqimore janë me dhe duhet bashkëpunojnë me autoritetet. Nga ana tjetër, ambasadori i Bashkimit Evropian Silvio Gonzato theksoi se progresi matet me sisteme funksionale dhe jo vetëm me ligje, duke ngritur shqetësime konkrete për cilësinë e qumshtit dhe mishit në Shqipëri, si edhe standardet e përpunimit ushqimor. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha akuzoi sot kryeministrin Edi Rama për mungesë transparence dhe për shtrembërim të qëllimshëm të vizitës së tij të fundit në Spanjë. Sipas Berishës, Rama nuk ka qenë në një takim zyrtar me kryeministrin spanjoll Pedro Sánchez, por ka marrë pjesë në mënyrë jo zyrtare në një samit për demokraci në Barcelonë, të cilin ai e lidh me figurat njohura ndërkombëtare dhe qendrime anti-amerikane. Berisha e cilëson këtë sjellje si të dëmshme për imazhin e Shqipërisë dhe interesat kombëtare. Ai paralajmëron se protestat e opozitës do të vazhdojnë në mënyrë paqësore, por me intensitet më të madh. Ai komentoi edhe një rast të raportuar në mediat britanike për një shtetas shqiptar që kundërshton ekstradimin duke përsëritur akuza për lidhje me zyrtarëve dhe grupeve kriminale në Shqipëri. Berisha ftoi të gjitha partitë e spektrit opozitar të bashkohen për të rrëzuar regjimin e Edi Ramës, siç e cilëson ai. Në konferencën e sotme për shtyp, Berisha lëshoi një sër akuzash të forta, qoftë për sistemin e drejtësisë, qoftë edhe për mazhorancën në pushtet. Kryeministri Edi Rama viziton sot Athinën për të marrë pjesë në samitin ekonomik të Delfit, ku pritet ketë edhe një takim të veçantë me homologun grek Kyriakos Mitsotakis në selinë e qeverisë greke. Mirpo, burime jo zyrtare bëjnë me dije se për këtë takim është lobuar plot 24 orë, pasi kreu i qeverisë greke e ka refuzuar atë për shkak, sipas tij, të agjendës së ngjeshur. Në fokus të këtij takimi pritet të jenë çështje të hapura si demarkacioni i ujrave dhe ecuria e procesit të negociatave të Shqipërisë me Bashkimin Evropian. Athina shfaqet e gatshme për rifillimin e diskutimeve mbi kufi detar, ndërsa Tirana kërkon mbështetje më të fortë në procesin e integrimit evropian. Të dyja palët shohin momentin aktual si të rëndësishëm për të avancuar drejt zgjidhjeve konkrete dhe afrimit diplomatik. Një ditë më parë, kryeministri Rama zhvilloi një vizitë zyrtare në Abu Dhabi, ku u takua me presidentin e Emirateve të Bashkuara Arabe dhe më pas me drejtuesin e grupit G42 Peng Xiao. Takimi u fokusua në projektin Smart City, një sistem kamerash inteligjente për monitorimin e trafikut, hapësirave publike dhe pikave kufitare në Shqipëri. Në takim morën pjesë edhe zyrtarë të lartë shqiptar, përfshirë përfaqësues të sigurisë dhe Ministrisë së Brendshme, si edhe drejtues të kompanisë zbatuese Presight AI. Projekti me vlerë rreth $118.5 milion pritet të financohet përmes një huaje nga Abu Dhabi dhe është përfshirë në projektet me rëndësi kombëtare. Smart City ka ngjallur debat për shkak të kostos së rritur dhe shqetësimeve mbi privatësinë dhe mbikëqyrjen digjitale, ndërsa autoritetet e cilësojnë si një hap drejt modernizimit të sigurisë publike dhe infrastrukturës urbane. Një hetim i FBI-së amerikane ka zbuluar se grupi Homeland Justice ka tentuar të shes të dhëna të vjedhura nga sistemet shqiptare përmes telegramit, duke përfshirë edhe informacione nga e-Albania dhe regjistrat e identitetit. Sipas një padije në SBA, në mars 2025, një agent i infiltruar bleu një databazë me të dhëna personale si numra identifikimi, adresa dhe data lindje të qytetarëve shqiptar. Grupi është lidhur nga autoritetet amerikane me aktor kibernetik iranian, por ekspertë shqiptar shprehen skeptik për këtë lidhje, duke theksuar se problemi kryesor mbetet siguria e dobët e sistemeve shtetërore. Ata paralajmërojnë se të dhënat e rrjedhura mund të përdoren për mashtrime dhe vjedhje identiteti për vite me radhë. Ekspertët kërkojnë kalim nga reagimi pas sulmeve te mbrojtja aktive dhe forcimi i vazhdueshëm i sigurisë kibernetike. Policia e shtetit ka reaguar pas qarkullimit në rrjetet sociale të një video që ngriti shqetësim publik ku shfaqej një grua me shami pranë shkollave në zonën e bulevardit të ri në Tiranë. Pamjet sollën reagime pasi ajo ju afrua fëmijëve dhe më pas mbuloi fytyrën kur u vure nga qytetarët. Sipas policisë, pas verifikimeve të menjëhershme, rezulton se bëhet fjalë për dy shtetase iraniane me leje qëndrimi në Shqipëri për arsye humanitare. Ato janë shoqëruar në polici për sqarime, por nuk është konstatuar asnjë veprim i kundërligjshëm ndaj të miturve. Autoritetet theksojnë se nuk ka një rrezik për sigurinë e fëmijëve dhe se nuk ka vend për alarm. Materialet janë referuar prokurorisë së Tiranës për vlerësim të mëtejshëm, ndërsa policia garanton vijimin e monitorimit të situatës.
Kontrolli i lartë i shtetit paralajmëron probleme serioze me cilësinë dhe sigurinë e barnave që qarkullojnë në Shqipëri pas një auditimi për periudhën 2020-2023. Sipas raportit, sistemi i importit dhe kontrollit farmaceutik ka mangësi të theksuara që mund të rrezikojnë shëndetin e qytetarëve. KLSH evidenton rritje të importeve të barnave në 2023, por me kosto më të ulët për ton, çka ngre dyshime mbi cilësinë e produkteve. Një tjetër shqetësim është fakti se një pjesë e barnave nuk i nënshtrohen analizave laboratorike të detyrueshme për shkak të ndryshimeve ligjore të mëparshme. Raporti thekson se mungon kontrolli efektiv institucional, ndërsa laboratori i përgjegjës nuk është i akredituar dhe ka kryer shumë pak analiza krahasuar me numrin e autorizimeve të dhëna. Po ashtu kritikohet edhe Ministria e Shëndetësisë për mungesë mbikëqyrje dhe zbatim të dobët të rregullave. Sipas KLSH-s, këto mangësi krijojnë rrezik që në treg të qarkullojnë barna në standard, ndërsa ngrihen shqetësime edhe për listën e barnave të rimbursuara dhe mungesën e bashkëpunimit ndërkombëtar në sinjalizimin e problemeve. Policia e Tiranës ka zhvilluar një operacion të gjerë antidrog me urdhër të prokurorisë, ku janë lëshuar 30 masa arresti ndaj personave të dyshuar për përfshirje në trafikun dhe shpërndarjen e lëndëve narkotike. Sipas burimeve, operacioni ka goditur disa grupe kriminale që vepronin prej kohësh në zona të ndryshme të kryeqytetit. Hetimet ndaj tyre kishin nisur më herët nga sektori antidrog, ndërsa një rol të rëndësishëm kanë pasur edhe komunikimet e zbërthyera nga hetuesit, të cilat kanë ndihmuar në identifikimin e të dyshuarve. Deri tani nuk është bërë publik bilanci i të arrestuarve apo sasitë e drogës sekuestruar, ndërsa autoritetet pritet të japin detaje të tjera në vijim. Irfan Azizi, i njohur si Fania në botën e krimit në Berat, po përballet me proces ekstradimi nga Britania e Madhe drejt Shqipërisë, ku akuzohet për vepra penale dhe dënime të mëparshme. Ai ka pretenduar në gjykatë se kthimi do t'i rrezikonte jetën, duke përmendur frikën nga atentate të mundshme dhe grupe kriminale si Talo Çela. Gjatë dëshmisë, Azizi ka bërë edhe deklarata të rënda ndaj grupit Çopja, duke pretenduar për lidhje me vrasje të porositura nga nivele të larta politike, si edhe që disponon prova për këtë akuza. Ai ka përshkruar një atentat ndaj tij në vitin 2020, kur thotë se u qellua me rreth 30 plumba dhe mbeti i plagosur rënd. Megjithatë, prokuroria britanike i ka vënë në dyshim këto pretendime, duke theksuar se gjatë 5 viteve në Mbretërinë e Bashkuar nuk ka pasur kërcënime konkrete ndaj tij apo familjes. Gjykata në Westminster po shqyrton çështjen, ndërsa vendimi pritet përcaktojë nëse Azizi do të ekstradohet në Shqipëri apo do të vazhdojë procesin e azilit në Britaninë e Madhe. Policia katalane se ka zhvilluar një operacion të gjerë me rreth 200 efektiv kundër kultivimit dhe trafikut ndërkombëtar të marijuanës. Hetimi i shtrirë në disa zona të Spanjës ka në fokus shkatrimin e dy organizatave kriminale që dyshohet se bashkëpunonin në këtë aktivitet. Sipas mediave spanjolle, një nga gjetjet kryesore të hetimit është lidhja mes mafjes shqiptare të drogës dhe klaneve lokale, të cilat funksionojnë sipas një modeli bashkëpunimi në formë franchise. Shqiptarët dyshohet se furnizonin njohuritë dhe materialet, ndërsa grupet lokale merreshin me kultivimin dhe shpërndarjen. Operacioni ka nisur në orët e mëngjesit të sotëm dhe përfshin mbastisje në disa qytete, përfshirë Lejda, me pjesëmarrjen e njësive të specializuara të policisë. Autoritetet presin një numër të lartë arrestimesh, ndërsa hetimet për trafik armësh dhe plantacione aktive vijojnë ende. Presidenti amerikan Donald Trump i ka dërguar një letër ish-presidentes së Kosovës Vjosa Osmani pas përfundimit të mandatit të saj, ku vlerëson bashkëpunimin mes dy vendeve dhe rolin e saj në nisma ndërkombëtare. Në letër, Trump thekson veçanërisht angazhimin e Kosovës në kuadër të një platforme ndërkombëtare të paqes, duke e cilësuar si një kontribut me potencial global. Ai nënvizon se marrëdhëniet SBA-Kosovë mbeten të qëndrueshme dhe se bashkëpunimi do të vijojë edhe në të ardhmen, duke e cilësuar Osmanin si një partnere të besueshme. Ndërkohë Kosova po hyn në një fazë të re politike me përfundimin e mandatit presidencial dhe nevojën për zgjedhjen e kreut të ri të shtetit nga kuvendi. Megjithatë, mungesa e një konsensusi mes partive për emrin e presidentit po krijon ngërçi institucional dhe po rrit mundësinë e zgjedhjeve të reja parlamentare. Kryeministri Albin Kurti ka deklaruar se përbërja aktuale e kuvendit duhet të përfundojë procesin e zgjedhjes së presidentit, duke e konsideruar të panevojshme mbajtjen e zgjedhjeve të reja. Sipas tij, rezultati i zgjedhjeve të fundit ka qenë i qartë dhe institucionet duhet pasqyrojnë këtë realitet. Kurti thekson se vendi tashmë ka kuvendin dhe qeverinë, ndërsa mbetet vetëm plotësimi i postit të presidentit për të finalizuar funksionalizimin e institucioneve. Ai kritikon opozitën për refuzimin e bashkëpunimit, duke argumentuar se raporti i forcave në kuvend duhet të respektohet. Për të zgjidhur ngërçin institucional, ai propozon një rishpërndarje rolesh mes pozitës dhe opozitës, që do të mundsojë vazhdimin normal të punës pa nevojë për zgjedhje të reja. Kurti kërkon nga të gjitha palët të veprojnë në përputhje me rezultatin zgjedhor dhe përgjegjësitë kushtetuese.
Gjykata themelore në Prishtinë dënoi sot me burgim të përjetshëm Naim Urselin për vrasjen e bashkëshortes së tij Liridona Ademaj. Ngjarja e ndodhur më 29 nëntor 2023. Po ashtu edhe Granit Plava është dënuar me burgim të përjetshëm, ndërsa Kushtrim Kokalla me 30 vite burg. Pas vendimit, vëllai i viktimës u shpreh se gjykimi ka sjell një lehtësim të pjesshëm për familjen, duke theksuar se drejtësia u vendos dhe se dhimbja mbetet e madhe për humbjen e Liridonës. Vendimi është pritur me vëmendje të madhe në opinionin publik, si një nga rastet më të rënda të dhunës në familje dhe vrasjeve të viteve të fundit në Kosovë. Një ngjarje e rëndë ka tronditur sot Podgoricën. Në lagjen e aeroporti i vjetër janë gjetur të pajet trupat e 3 të rinjve. 2 prej viktimave janë identifikuar si vëllezërit Denis dhe Nezrin Hoti, 28 dhe 27 vjeç, me origjinë nga Rozhaja. Policia ka shpallur në kërkim Vehid Muriçin, po ashtu nga Rozhaja, i dyshuar si autori i krimit. Sipas hetimeve paraprake, ngjarja ka ndodhur gjatë natës në një apartament me qira, ku viktimat dhe i dyshuari qëndronin për shkak të punës në një kantier ndërtimi. Autoritetet bëjnë me dije se krimi dyshohet të ketë ardhur pas mosmarrveshjeve personale dhe nuk lidhet me grupe kriminale. Dyshohet se është përdorur armë ftohtë, ndërsa pas ngjarjes si dyshuari është larguar nga vendi dhe po kërkohet nga policia. Hetimet vijojnë për zbardhjen e plotë të rrethanave. Peter Magjar, kreu i partisë Tiza në Hungari, prezantoi në Budapest kabinetin e tij të ardhshëm dhe prioritetet e qeverisë, duke emëruar ministra për sektorët kryesor si punët e jashtme, financat, mbrojtjen dhe ekonominë. Ai paralajmëroi një shkëputje të plotë nga praktikat e qeverisë aktuale, me ulje pagash për zyrtarët dhe shfuqizim të politikave që sipas tij favorizojnë oligarkët. Magjar premtoi gjithashtu hetim të korrupsionit, rishikim të projekteve të mëdha shtetërore dhe transparencë të plotë në menaxhimin e fondeve publike dhe atyre të Bashkimit Evropian. Ai deklaroi se do të negociojë me Brukselin për zhbllokimin e fondeve europiane dhe rregullime fiskale, ndërsa paralajmëroi ndryshime të thella kushtetuese brenda një mandati. Deklaratat e tij për politikën e jashtme përfshir Ukrainën dhe Izraelin, si edhe për drejtësinë dhe institucionet, kanë ndezur debat të gjerë politik në vend. Shtetet e Bashkuara të Amerikës shprehin optimizëm se një raund i ri bisedimesh me Iranin mund të zhvillohet në Pakistan, ndërsa Teherani po shqyrton pjesëmarrjen, por ende mbeten shumë pa qartësi. Armpushimi dyjavor mes SBA-ve, Izraelit dhe Iranit po i afrohet skadimit, ndërsa zyrtarët japin versione të ndryshme për afatet. Raundi i parë i negociatave nuk solli marrëveshje mes mosmarrveshjeve për sanksionet dhe programin bërthamor iranian. Irani kërkon njohjen e të drejtës për pasurimin e uraniumit, ndërsa SBA këmbgul në kufizime të rrepta. Tensionet mbeten të larta me paralajmërime për përgjigje ushtarake nga Irani dhe masa të forta sigurie në Pakistan, që po përgatitet të pres bisedimet. Në deklaratën e fundit, presidenti amerikan Donald Trump deklaroi se Irani është i detyruar të ulet në tryezën e bisedimeve në Islamabad. Ndërkohë, mes këtyre zhvillimeve, tregjet globale të naftës kanë reaguar me luhatje për shkak të pasigurisë mbi konfliktin dhe negociatat.